Kuvendin e Kosovës, ku atje është që nga mëngjesi për të përcjell edhe këtë tentativë të 19 të deputatëve për konstituime të kuvendit. Eliridon, kush është fajtori? Apo dihet kush është fajtori Lozan? A u gjet fajtori? A pa diçka të re Lozan apo jo? Edhe dita sotme është ripërsëritje 18 seancave të kaluara, është hera 19 që po dështon të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, e gjitha ishte një ripërsëritje përpos orari i seancës që ndryshoi nga ora 11, gjithçka ishte ripërsëritje. Në orën 11 si zakonisht bie zili, pra deputatët thirrën që të hyjnë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kryesuesi i seancës Avni Dehari vazhdon të insistojë në komisionin i cili mundëson votimin e fshehtë. Ai ftoi partitë politike që të propozojnë anëtarë të cilët mund të mundësonin fillimisht votimin e këtij komisioni, pastaj edhe votimin e fshehtë për kryetarin e kuvendit të propozuar nga lëvizja vetëvendosja Albuliana Haxhiun. Votimi dështoi, ishin vetëm 54 deputetë që votuan pro, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Pra seanca ose tentimi 19 dështoi dhe seanca e radhës u caktua më datë 23 maj nga ora 11 e mëngjesit, pra po hym në seancën e 20. Për Partinë Demokratike të Kosovës kësaj here nuk foli kryetari Mimri Krasniqi, ishte deputetja Vlora Çitaku, e cila ishte e shkurtër se përket deklarimit në raport me seancën, po edhe me pyetjet që i bën nga gazetarët. E njëjta ftoi lëvizjen vetëvendosje që të reflektoj, të ndrojë kandidatin dhe të gjejë një zgjidhje për ta kaluar këtë pengesë dhe këtë ngërç politik në Kuvendin e Kosovës. Çitaku është pyetur nga gazetarët në raport me një intervistë që kryeministri në detyrë Kurti ka dhënë për televizionin publik gjatë mbrëmjes kaluar. Ai është pyetur për deklaratën që Kurti e ka thënë në raport me PDK-n, ku ka thënë se Partisë Demokratike të Kosovës i duhet të paktën edhe një mandat në mënyrë që lëvizja vetëvendosje ta konsiderojë bashkëpunimin me këtë parti. Ajo tha se nuk i komenton as deklaratat e zotit Kurti, por as ambicjet e Albuliana Haxhiut për kryetare të kuvendit. Pas saj doli Mimoza Kusari Lila, kryetare e Partisë Alternativa, por partnere e koalicionit me lëvizjen vetëvendosje dhe sigurisht çka do të flet Kusari Lila në Kuvendin e Kosovës i atribuohet lëvizjes vetëvendosje. Kusari Lila ripërsëriti qëndrimet e njëjta, pra ajo vazhdon të insistojë që partitë opozitare duhet ta votojnë kryetarin e kuvendit, meqenëse se është një vendim i gjykatës kushtetuese i cili thotë se kryetari i kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje. Kusari Lila foli edhe për çështjen e kërkesës që lëvizja vetëvendosje ka pasur para 2 seancave, 2 herë radhës lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që të shtyhet kjo seanca e re, pra lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që deputetët në Kuvendin e Kosovës të mbledhin të paktën një herë në javë, jo çdo 40 tetor. Ajo thotë se arsyeja kryesore pse lëvizja vetëvendosje ka kërkuar që deputetët të mbledhen një herë në javë është që të presin vendimin e gjykatës kushtetuese ndaj kërkesës që Aleanca për Harmoninë e Kosovës e ka dërguar me 11 nënshkrime edhe me nënshkrime të deputetëve të PDK-s dhe të LDK-s, ku e sfidon ndryshimin e rendit të ditës dhe ndryshimin e formës votimit. Pra në fillim e dim që është votuar në formë të hapur dhe tash kryesuesi Avni Dehari po insiston që votimi të bëhet përmes votës së mbyllur. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës pas seancës së dështuar nuk kemi pas deklarime, ka qenë para seancës Dorsa Kica Xhelili dhe Armen Zemaj, deputet që kanë folur tek ajo hyrja zyrtare në pjesën tjetër të kuvendit. Të njëjtë nuk është se kanë thënë diçka të re në raport me situatën politike, ata vazhdojnë të insistojnë se lëvizja vetëvendosje nuk i ka 61 vota për formimin e qeverisë, prandaj po dështon për kryetarin e kuvendit, dhe të njëjtit i kanë kërkuar lëvizjes vetëvendosje që përmes një marrëveshjeje politike të gjej edhe një zgjidhje. Ndërkaq nga Aleanca për Harmoninë e Kosovës, zotëri Haradinaj është deklaruar pas dështimit të seancës së kuvendit, por nuk është se ka ndonjë ndryshim në raport me qëndrimin e AK-s. Dhe për ta mbyll këtë raportim nga Kuvendi i Kosovës, kam shënuar që të mos e harroj, ka qenë Xhavahiri Izmaku, deputete e nismës socialdemokrate, njëjta është pyet po ashtu me një deklarim të Kurtit në intervistën e dhënë dje për televizionin publik, ku ka thënë se
Arsyeja kryesore për mosarritjen e bashkëpunimit me nismën socialdemokrate ishte këmbgulja e kryetorit të saj Fatmir Limajt për të marrë pozitën e kryeparlamentarit. Në këtë rast Izmaku është pyetur për ndonjë koment në raport me këtë. Ai ka thënë se për të gjitha këto zotri Limaj gjatë ditës në vazhdim besoj do të dalë me ndonjë çndrim ose përmes ndonjë konferencë për media ose përmes ndonjë komunikate me shtrim, por Izmaku ka thënë se jo çdo herë numrat tregojnë si temi legitimitetin dhe fuqinë e një personi politik, duke nënkuptuar se se zoti Limaj mund të mos e ketë për krahjen e shumicës, ai është një figurë i cili do të mund ta udhëheqte kuvendin e Republikës së Kosovës. Ka se përket kuvendit të Kosovës, Kurti si zakonisht nuk është se prononcohet për media, kësaj radhe nuk është se mediat patën rastin të paktën ta shohin fizikisht këtu nga kjo hyrje anonime në djathtë dhe ta bëjmë atë përcjelljen e vazhdueshme që po bëjmë dhe insistimin që ai njëjti të prononcohet për media dhe do takohemi pas 2 ditësh nga ora 11 në tentimin e 20 për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Lozan, faleminderit shumë edhe